Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yawmiddin, thumma ma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahun e lartë madhëruar e falenderojmë, ndihmë, falje dhe shpëtim vetëm për Allahut kërkojmë. Paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe gjithë ata të cilët e pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë sonte me dersin e tretë në kapitullin e agjerimit, dersin e 19 radhës në shkencën e fikut, e që është i fundit për këtë kapitull. Thot, me këto sonte do ta përfundojmë kapitullin e agjerimit, për të vazhdu pastaj me zëqatin e tjerë. Tema e sontit ka të bëj me agjerimin nafile. Kështu e kanë bërë renditjen zakonisht dietarët, fuqahat, që në fund e kanë lënë agjerimin nafile pasi që i kanë përmend dispozitat që kanë të bëj me agjerimin. Vazhdon shejku dhe thot: "Wasu'ila an sawmi yawmi Arafah, fa qala yukaffiru as-sanah al-madiyah wal-baqiyah." Thot, ndërsa është pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për agjerimin e ditës së Arafatit. Ndërsa pejgamberi sallallahu është përgjigj se agjerimi i ditës së Arafatit i fshin mëkatet e kaluara edhe ato që vinë. Kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, tek agjerimi i ditës së Arafatit është një diskutim se nuk është e njëjtë me çështjen e atij që është haxhi edhe me ato që nuk është në haxh. Për atë dietarët kanë thonë, ai person i cili është në haxh nuk është prej sunetit që me agjeru. Mirë po, agjerimi i ditës së Arafatit është për ata të cilët nuk janë haxh. Kjo për shkak se dita e Arafatit është ditë në të cilën duhet të përkushtohem duas mas shumti, haxhit atje. Është quajtur dita e Arafatit për shkak të qëndrimit të haxhive në Arafat. Kjo do të thotë ata që janë haxh nuk e agjerojnë. Ata që janë jashtë haxhit, që nuk janë haxhi në ditën e Arafatit, është sunet të agjerojnë Arafatin, e që shpërblimi i saj o ditë u dihet edhe përmend hadith. Tek çështja, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i fal mëkatet e kaluara edhe ato që vinë, është për qëllim, sipas shumicës, e kemi përmendur edhe më herë, mëkatet e vogla. Përveç, thot shejku, vetëm se normal ekziston edhe mendimi i dytë, që hinë edhe mëkatet e mëdha. Mirë po, ajo që është mesatarja që e përmend Sheikh Abdullah Gjibrini është thot se ka mundësi thot me fal mëkatet e mëdhaja nëse thot hasune niyetuhu. Edhe nëse ju ka përmirësu njeti i tij i fortë, edhe ju ka përmirësu e ardhmja e tij, atëherë falen inshallah edhe mëkatet e mëdha. Që do të thotë, sikurse kemi thonë edhe për disa vepra tjera që përmenden tash, edhe agjerimi i ditës së Ashurës, ditë 6 ditë e Shevalit, disa praktika që janë pas abdesit, që i kemi përmend disa që i fshin mëkatet, që kemi thonë që i fshin mëkatet e vogla, mirë po jo edhe të mëdha. Dietarët që tu kanë thonë, nëse ai pas kryerjes së kësaj vepre përmirësohet aq mirë, saqë të ardhmen e tij e ka pastaj të mirë, është shaj se ai është penduar edhe nëse nuk ka bërë teube të veçantë për mëkate. Mirë po ardhmja e tij tregon se ai është penduar, atëherë inshallah ajo ndikon që mja fshi edhe mëkatet e mëdha. Përndryshe, argumentet që kanë ardhur për këto janë për qëllim mëkatet e vogla. Për shkak se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë majtanabal kaba'ir. Në disa hadithe ka thonë ja fshin mëkatet e vogla përderisa ai është largu nga të mëdha. Domthonë ka kushtzuar.
Qëto është esenca. Më thonë prej sunetit është agjerimi i ditës së Arafatit. Pastaj agjerimi i ditës së Ashures. Thot dhe u pyet thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ditën e Ashures. Yukaffiru as-sana al-madiya, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Agjerimi i saj i fshin mëkatet e viteve të kaluara, vitit të kaluar. Domethënë edhe agjerimi i ditës së Ashures është prej agjerimeve nafile që është prej suneteve ta praktikon besimtari. Çështja e saj e agjerimit të Ashures ka diskutim mes dietarëve se a ka qenë obligim në fillim para se me qenë agjerimi, pastaj kur është ardhur agjerimi është rreth dispozita obligimit të saj, nuk është shumë e rëndësishme është ajo për cilën tash ka ixhma, që është prej suneteve të forta. Do thonë agjerimi i ditës së Ashures. Pastaj wasu'ila an sawmi yawm al-ithnain, fa qala dhaka yawm walid wa fihi bu'itht. Dhe është pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ditën, për agjerimin e ditës së Hane. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo është dita në të cilën un kam lind. Dërsa transmetim tjetër është dita në të cilën unë jam dërguar si pejgamber, më është ardhur shpallja. Do thonë është prej sunetit edhe agjerimi i saj. Wa qala man sama Ramadana thumma atba'a sittan. Ndalem një herë te kjo. Ka thonë pejgamberi sallam për ditën e Hane që është dita cilën ka lind edhe është dita në cilën i ka zbrit shpallja edhe ka agjeru. Praktike pejgamberi sallam. Kjo është prej sunetit. Pastaj ka thonë për ditën e Ajt. Në disa transmetime është se pejgamberi sallam ka thonë për të dyjat, edhe për të Hanën, edhe për të Ajtën, janë ditët në të cilat ngriten veprat tek Allahu. Prandaj nuk du që kur të bëhet që kjo ngritja e veprave tek Allahu, unë mos jem agjerueshëm. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka agjeru. Edhe kjo është prej suneteve. Hanë edhe tajtë që njihet. Pastaj është pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për, ka thonë, men sama Ramadane, thumma atba'ahu sittan min Shawal kana ka siyam ad-dahr. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e ka agjeru Ramazanin, pastaj e ka pasu ato me 6 ditë Shawalit, pas Ramazanit që vjen Shawali më njëherë, është për ta sikurse ta ketë agjeruar të gjithë vitin. Edhe këtu e bën një komentim shumë të mirë, shejku edhe thot se na e dim që duke u bazuar në hadithe në ajete të shumta që çdo vepër shpërblehet 10 fish. Atëherë nëse i ke agjeru një muaj Ramazan i bën sikur se i ke agjeru 10 muaj. Edhe nëse i ke agjeru 6 ditë herë 10 bën 60 ditë që i bën edhe 2 muaj tjerë që i bën krejt viti. Kjo është një prej komentimeve që e japin dietarët në lidhje me Shevalin. Sa i përket 6 ditëve të Shevalit, nuk është patjetër që këtu më thonë një pas njëshme. Nuk është patjetër me agjeru rresht. Për shembull, e ke fal Bajramin mas 2-3 ditëve e ke agjeru një. Ke agjeru një të Hane. Pastaj mas 3-4 ditëve tjetër. Pastaj e rëndësishme është të pasohet me 6 ditë. S'është patjetër me qenë një pas njëshme, njëna pas tjetrës. Edhe tek meselja se nëse dikush ka bërç nga ditët e Ramazanit, a më jep përparësi ditëve të Shevalit apo me kry një herë kazan, Allah alem, sheku e jep mendimin se ka përparësi plotësimi i Ramazanit, domethënë me kry kazan, dhe kjo është mendimi më i parafort dhe më i saktë. Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot men sama Ramadane thumma atba'ahu sittan min Shawal kana ka siyam ad-dahr. Që men sama Ramadane, pastaj kush e ka agjeru Ramazanin, pastaj e ka plotësuar me 6, është sikur me agjeru këtë vitin. Por derisa ti hala nuk e ke plotësuar Ramazanin, nuk e hi, s'ki çka e pason ti me 6 kur ti hala nuk është plotësuar Ramazanit. Kështu që është kusht me u plotësu një herë Ramazanit, pastaj mu pasu me 6 tjera që me u plotësu këtë viti, që shka në hadith. Do të thotë ka përparësi e kryerja e kazas, plotësimi i Ramazanit. Edhe kanë thonë, edhe nëse vjen pyetje me kalu muaj Shevalit.
Kjo për shkak se thot shejku, edhe shumë dietarë përmendin këto, thot se nuk është për qëllim shevali si sheval. Qëllimi është mu pasu me 6 ditë Ramazanit, nuk është qëllimi patjetër me qenë në sheval. Që do të thotë nëse ti ke pas ndonjë arsye të caktuar, edhe s'ke pas mundësi me agjeru në sheval çdo 6 ditë, agjeroj në dhul Qa'da dhe Hijja që vijnë pastaj. Nuk është patjetër. Domthonë e rëndësishme është që ka përparësi kazaja. Pastaj وقال أبو ذر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام. Ka thonë Ebu Dherri. Dhe na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ti agjerojmë prej çdo muaji nga 3 ditë. 13, 14, 15. Ditën e 13, ditën e 14 edhe ditën e 15 që njihen si ditë e bardha. Edhe në arabisht quhen njëjtë jamul bid. Për shkak se normal në esencë është me qujt netet e bardha, po ditët agjerohen, ditët e tyne. Quhen për shkak se në qito ditë 13, 14, 15 është hona e plot. Edhe thuhet se del hona komplet në shumicën e natës, është hona prezente, një mënyrë zbardhën natën, edhe për atë arsye edhe quhen ditë e bardha, e që është prej sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me i agjeru këto ditë. Domthon 13, 14 edhe 15, e që ka transmetime prej sahabëve që prej si e kanë transmetuar këtë hadith nuk i kanë lënë kur agjerimin e tyre. Pastaj prej suneteve është që e përmend vesh në fusnot, shejku nuk e ka përmend në alt për shkak se fuqahat rrallë përmendin, është agjerimi një ditë po edhe një ditë jo. Që ka ardhur në transmetim agjerimi i Davudit. Që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thonë Amr ibn al-Asit, që ka këshillu, masi po don me agjerua, e ka thonë ka mundësi edhe kaq, ka thonë atëherë këshilloj me agjerimin e Davudit. E jo më shumë se kaq, një ditë po, një ditë jo. Për shkak se ai ka kërkuar që me agjeru tani jetën. Këto është kufini, domethënë mos me kalu agjerimin e Davudit. Nëse kush don më jap shumë rëndësi agjerimit dhe me kalu në atë kufinin më të madh, do të më ndal me agjerimin e Davudit, ashtu që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë për shkak se edhe trupi vet ka hak. Domethënë nëse dikush don me agjeru aq shumë sa që me përkushtu veten vesh në agjerim, mos ta kalon agjerimin e Davudit më shumë se sa një ditë po edhe një ditë jo. Ndërsa ditët në të cilat është i ndaluar agjerimin to. Wa naha an siyami yawmayn. Thot edhe ka ndaluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që të agjerohen 2 ditë. E ajo është dita e parë e Fitr Bayramit edhe dita e parë e Kurban Bayramit. Janë të ndaluara bittifaqil ulema, me pajtimin e pothuajse të gjithë dietarëve, agjerimi i ditës parë Bayramit edhe agjerimi i ditës parë të Fitr Bayramit edhe agjerimi i ditës parë së Kurban Bayramit. Ndërsa thot wa qala ayamu at-tashriq ayamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillahi azza wa jalla. Ndërsa sa i përket ditëve të teshrikut, tekbire që i marrim dita e dytë e Kurban Bayramit, e treta dhe katërta, që i vjen e 11-ta, e 12-ta edhe e 13-ta e Dhul Hijjes, edhe këto nuk bën të agjerohen. Përveç se i agjeron ai i cili është në haxh, edhe s'ka pas mundësi e ka kry haxhin temettu, inshallah i përmendim kur dje koha e haxhit që haxhi është 3 lloje, temettu, qiran edhe ifrad. Temettu do të më pas edhe kurban. Mirë, po ky s'ka pas mundësi me marr kurban, haxh me vete, me prej kurbanin, atëherë ka ardhur ajeti për të ku thot fasiyamu 3 ayamin fil hajji wa 7 idha raja'tum. I tilli ka obligim i agjeru 3 ditë gjatë qenjes tin haxh, 7 kur të kthehet. Nëse s'ka pas mundësi me marr kurban. E këtina i lejohet me agjeru edhe ditën e i bjen ditën e 11, 12 dhe 13, domethënë ditën e 2, 3 edhe të 4 Kurban Bayramit. Për ndryshe të tjerëve jo. Që kjo sa i përket ndalimit të ditëve të Fitr Bayramit dhe Kurban Bayramit. Ndërsa thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la yasumanna ahadukum yawmul jum'ah
illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Tjetra ndalesë që ka ardhur me hadith është që ka thënë pejgamberi selam mos ta agjeron dikush për juve ditën e gjumah. Përveç se nëse dën me agjeru, atëherë le ta agjeron një ditë para saj ose një ditë pas saj. Kjo për shkak se kanë thënë dietarë se dita e gjumah konsiderohet dita si fest javore. Pastaj dita e shtune. Kjo për shkak se e kanë fest jahudit. Ndërsa ne jemi të urdhëruar mi kundërshtu ata në çdo gjë. Sa që ka thënë pejgamberi selam në hadithin që e transmeton Abu Davudi. Ka thonë nëse dikush për juve nuk gjen asgjë me hangër ditën e shtune, veç si një deg të pemës, atëherë le të hanë dhe le ta përtyp ato, veç mos rrin agjeru shumë. Aq që është e urryer me agjeru ditën e shtune. E që është për qëllim vllazni veçimi i ditës shtune apo madhërimi i ditës shtune është e urryer edhe s'bën asesi të agjerohet, për shkak se ju përngjon jahudive. Ata e madhërojnë ditën e shtune, ndërsa na jemi të obliguar mi kundërshtu ata. Mirë po edhe për ditën e gjumah, edhe për ditën e shtune, domethënë me pas parasysh është për qëllim veçimi i shtynë dirve. Mirë po çka nëse ti ke pas për shembull dën me agjeru gjatë ditë e shëvalit që përmendëm më herët. Edhe agjeron rresht ato. Të bjen edhe shtunja dhe premtja. S'është problem me agjeru. Ki kaza për shembull obligimet Ramazanit. Për shtatit me agjeru shtunën e ki ditë pushimit. Nuk është problem me agjeru. Domethënë qëllimi është mos me uvequa premtja edhe shtunja me agjerim. Si lloj ta'dhimi, thonë si lloj madhërimi që asaj dite. Për ndryshe, nëse ti e ki të përshtatshme në jetën tonë tu ka lidh me diçka edhe agjeron, për raste të caktuara, inshallah nuk është problem agjerimi i saj. Pastaj këtu përmend edhe Shejkhul Islam e përmend një thonje tek që kjo thot idha kanu yu'adhimuna yawm as-sabt fala yajuz. Ata që të madhërojnë, domethënë ditën e shtune, nuk lejohet agjerimi i saj. Walakin idha samahu li munasabatin aw li sababin fala yakun hunak mushkila. Në mënyrë nëse ka një qëllim ose një shkak, një rast caktuar në agjerimin e saj, thotë nuk është problem. Shejkhul Islam Ibn Taymiyah. Thotë wa qala man sama ramadana imanan wa ihtisaban. Pastaj përmend hadithin që e kemi përmend në fillim dersit, kush e agjeron Ramazanin me iman edhe me llogaritje të shpërblimit, i fshihen mëkatet ma taqaddama min dhanbi, mëkatet e kaluara. Pastaj wa kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawafahu Allah. Edhe meselja e fundit në kapitullin e agjerimit është i'tikafi. Dhe ka ardhur hadithi Aishës, që ka thonë Aisha radhiyallahu anha për pejgamberin alayhis salam radhiyallahu anha, se pejgamberi alayhis salam ka qëndruar në i'tikaf në 10 netet e fundit të Ramazanit. Wa takafa azwajuhu min ba'di. Edhe e kanë praktiku këtë qëndrimin, këtë i'tikafin edhe gratë e tij pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka është i'tikafi? Është luzumul masjid ta'atan lillah. Kan thonë është me ju përkushtu ose me vendos me qëndru në xhami si shajn respekti ose bindje ndaj Allahut. Që është për qëllim me u vendos ose me u vetmu në xhami 10 netet e fundit Ramazanit pa dal. Ndërsa një definicion tjetër që e kanë bërë dietarët kanë thonë qat'ul alaiq anil khalaiq liittisali bi khidmatil khaliq. Kanë thonë me i kput marrëdhëniet me krijesat duke u lidh në shërbim të krijuesit. Domethënë shkurt trup ato 10 ditë fundit të Ramazanit me i veçu edhe me i nda vesh për Allahun subhanahu wa taala duke u largu prej çështjeve të kësaj botës. Me u vetmu në xhami pa dal edhe me qëndru deri natën e Bajramit. Kjo është prej praktikës që e ka praktikuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çështja e itikafit është përmend
edhe në Kur'an, an tahira baytiya lit-ta'ifina wal-'akifin. Allah që ka urdhëru Ibrahim në Ismail në Islam me pastru Qabën, për ata të cilët vinë edhe bojnë tavaf, edhe për ata që qëndrojnë atë. Çështja e itikafit, qëndrimit për ibadet në kohë të gatë caktuar ka qenë e njohur edhe më herët. Sa që përmendën në Kur'an disa ajete edhe që kanë praktikuar Allah na rujt edhe për idhuj. Kanë qëndru me kohë caktuar për idhuj, i kanë kushtu në mënyrë adhurim idhujve. Çështja e itikafit ka qenë e njohur. Këtë praktikë ka praktikuar pejgamberi selam, edhe thot shejku e përmend edhe një hadith, itikafi thot është prej sunetit. Pejgamberi selam e ka praktikuar çdo herë derisa ka vdek. Mirë, ka pas raste kur pejgamberi selam nuk ka pas mundësinë me praktiku, edhe ka bëu kaza po. Një herë prej rasteve, një Ramazan, për Ramazanave, pejgamberi selam është fut në itikaf. Ka vendos me qëndru në xhami. Mirë po, ka vendos edhe një prej grave, nëse s'gaboj, Zainab ibn Jahsh. Prej grave të pejgamberit selam ka vendos me edhe ajo me praktiku itikafin. Që itikafi për gratë ka mundësi ta bën edhe në shtëpinë e vet. Mirë po, itikafi për burrat praktikohet veç në xhami. A e dini pse? Pse itikafi për burrat është veç në xhami, s'bën më bëj itikaf të shtëpia? A? Beguje. Ja është një shkak tjetër. Hajde, dan. Çka? Çka kam mendje dorë. Për shkak se ti nëse rrin shpejt tik namazin me xhamat. Se thër këti i shkoj menja mirë, po e rëndësishme është ka kërku Zainab ibn Jahsh në vend afër xhamis pejgamberit selam, e ka zgjat një tende, ka formuar një farë tende të vogël, keni parasysh atë sikur me çebe, me kanë rrethu që ato më qëndrua ja më bëj itikaf non-stop, më vetëm me Allah. Edhe e ka leju. Pastaj ka kërku Hafsa, e ka leju. E kanë kërku për Aishës, të dyjat. Aisha i ka leju. Kur e ka pa pejgamberi selam, ona po mendoni si mirë një të bëjmë me këto, edhe është dalë edhe vetë pejgamberi selam, edhe aty ne ka ndalu itikafin. Allah alem, do dietarë kanë përmend për shkak të njetit. Kanë thonë se itikafi do të më qenë çështje e brendshme. Nëse gratë dojnë më vetmu, atëherë vendmohen në shtëpitë e tyre. Pa i pa tjerë. Edhe tjetra arsye është për shkak se ju kanë pengu ato tendat ato që i kanë vendosur rreth xhamis pejgamberit alayhi salatu wassalam. E rëndësishme është që pejgamberi selam ka bën itikaf në çdo herë përveç këtij rasti, edhe kur nuk e ka bën, ka ardhur në hadith që e ka bën kaza. E ka kompenzuar në sheval. Edhe e fundit është la tushaddu ar-rihal ila thalathati masajid. Ka thënë pejgamberi selam nuk merret rrugë, është për qëllim, nuk udhtohet, udhtim gjatë sa personi konsiderohet udhëtar, përveç se për 3 xhami. Për Mesjidul Haram, për Mekën, për Mesjidi Hadha, ka thënë për xhamin time, është për qëllim xhamin e pejgamberit selam, edhe për Mesjidul Aqsa, xhamin e Aqsas në Kuds. E që do të thotë qëllimi i këtij hadithit është nuk i lejohet besimtarit që me madhëru asnjë tokë tjetër, asnjë vend tjetër përveç këtyre trijave. Saqë me qenë gjendje me marr udhtim të gjatë për ta. Çfarë do xhamie qoftë ajo, çfarë do vendi qoftë ajo, nuk i lejohet besimtarit përveç këtyre trijave. Këtë hadith e transmeton edhe Buhariu edhe Muslimi. Domethënë nuk është për qëllim udhëtimi që i rëndom që na kemi mundësi me bën për tregti ose për diçka tjetër. Është për qëllim nuk i lejohet dikujt me marr udhëtim si shaj madhërimi i një toke tjetër ose një vendi tjetër përveç këtyre 3 xhamiave. Që kjo është sa i përket kapitullit të agjërimit, çka ka thënë shejku. Ndërsa unë kam vendosur me nda me juve edhe disa mesele bashkohore.
që jem mundu mi përmbledh disa prej tyne I ka përmend hoxha Shefqet Krasniqi, Allahu e rujt, edhe disa prej tyne Khalid el Meshejka, është një prej dietarëve të Kasimit, talebe I Sheikh Uthejminit. I kanë hoxha Shefqet I ka përmend këto një seminar në Pej para në 2024 kur I ka spjegu, edhe I kam bën një përmbledhje tyne në mënyrë që me pas një parafërsisht me ditë, se ka mundësi tash ajo pyet dikush edhe ju bjen më ballafaqum me to. Nuhatja e erave të ndryshme nuk e prish agjerimin. Shkruaj ëndër ran. Përdorimi I injeksioneve. Hoxha e përmend se janë dy lloje të injeksioneve. Injeksione që ipen në muskuj, edhe injeksionet që ipen në venat gjakut. Ato që ipen në muskuj nuk kanë veti ushqyese, edhe si të tilla nuk e prishin agjerimin inshallah. Këto janë zakonisht japin për ftohje, për gripa ndryshëm, inshallah se prishin agjerimin. Për ndryshe, injeksionet që ipen në venat gjakut e që pothuajse të gjitha prej tyne kanë veti ushqyese, atëherë konsiderohen thuja sikurse infuzioni. Edhe e prishin agjerimin. Shkurt. Përdorimi I yndyrnave të ndryshme në trup nuk e prishin agjerimin. Çfarë do yndyre qoftë, çysh do që përdoret, nuk e prish agjerimin. Futja e gypave në vena. Futja e gypave të vegjël në venat gjakut për me I fotografu ose me I mjeku me diçka nuk e prishin agjerimin. Për shkak se këto nuk më ka ra me lexu më herët, nuk e di qysh ka mundësi kjo, është tjetër mesele që e përmendim futjen e atij që e fotografon luksin, mirë po këto në vena nuk e di, mirë po pingjajke e gjilperes. Do thonë që nuk lën kurfar efekti, nuk shon kur gjë, edhe inshallah nuk është problem, nuk e prish agjerimin. Dializa. Persona të cilët kanë dializë edhe kanë nevojë me ndrru gjakun. Kjo çështja e gjakut pak a shumë I përngjan hijame që kemi përmend në dersin e kaluar. Ndrrimi I gjakut inshallah nuk e prish agjerimin. Mirë po është një problem se gjatë ndrrimit të gjakut ka njëherë po I merrshin disa medikamente shtesë që kanë vlera ushqyese aty. E nëse këto vërtetohet që I ka, atëherë prish agjerimin. Përndryshe, nëse veç bëhet dializa pa ndërhyrje tjera, inshallah nuk është problem. E kjo tash kthehet te hijamja, për shembull, japja ose marrja e gjakut. Khalid el Meshejka e përmend, ky thotë që prishet. Hoxha doktor Shefqet Krasniqi thotë që nuk prishet. Me pas parasysh, kjo kthehet tek hijamja. E kemi përmend dersin e kaluar. Allah alem, ajo që mund flan zemër është që nuk prishet. Edhe me jap gjak, edhe me marr gjak. Edhe nëse e çpon, edhe nëse jap për analiza këtë këto, inshallah nuk e prishin. Edhe pse do të më pas parasysh ekziston mendimi tjetër që thonë që e prishin, duke bën qiyas me hijamen. Përdorimi I tabletave në zorën e trash për të dy gjinit. Edhe këto, Allah alem, edhe këto normal. Këtë janë çështje që dietarët kanë diskutuar. Kjo për shkak se ma shumë kthehet te mjekët sesa te hoxhallarët. Po e them shkurtimisht që e përmbledh kjo mas miri. Thot nuk e prishin agjerimin, pasi që organi gjenital nuk lidhet me luktin, ashtu që supozitori të bëhet ushqyes. Domethënë, kjo ishin disa lloje, edhe tek mashkujt, edhe te femnat, edhe që nuk është veç bashkohore kjo mesele, mirë po, çka është e çuditshme është që është diskutuar para 1000 vjetëve
te dietarët. Për shembull, plot medikamente që sot i përdorin edhe përmes zorrës trash, po edhe përmes organeve gjinitale, janë përdorur edhe kohën ndoshta te Buhanife si Imam Mahmedit me njëherë pas pejgamberit selam. Esenca është ku është ai far thelbi i diskutimit është që zorra e trash ose pjesë të anale të organit gjinital a kanë të bëj me lukthin apo jo. A ndikon që ajo që futet përmes tyne më shku në lukt ose më tret brenda organizmit njerit apo jo. Nëse neve na vërtetohet ose thot mjeku që filan medikamenti që e ke futi përmes tyne arrin deri në bark, deri në organizmin tënë edhe tretet aty, atëherë themi që e prish. Nëse jo, atëherë nuk e prish inshallah, për shkak se nuk ka ndikuar në brendësinë tonë. Që kjo është shkurtimisht përmbledhja e saj. Pastaj përdorimi i pompës apo osmes, edhe kjo nuk e prish agjërimin. Pse disa kanë thonë, jo kjo përbëhet me oksigjen, me ujë, ka mundësi e lëshon një pikë ose diçka, Allah alem, mirë po nuk e prish agjërimin, se edhe nëse ka mundësi më lëshu diçka, është aq e vogël sa që smirret për bazë hiç. Nëse ka mundësi një pikë ose diçka, për mesaj me rrjedh ose diçka, nuk prishet agjërimi. Për shkak se, kanë thonë dietarët, i ngjan sikur atij që merr avdes. A ka mundësi ai që e ka futur ujë në gojë, ka marr avdes, që i ka ikë një pikë ose diçka? Ka mundësi. Po, a e prish agjërimin? Nuk e prish agjërimin. Përdorimi i tabletave në gjuhë. Edhe këto ju e dini më mirë se sa për çka përdoren, çu përdoren, përderisa ato nuk janë shkri jashtë gjuhës, nuk kanë diku që shkrirja aty me jarg me e barti mrena, me qenë fët, mirë po shkri edhe atë ndikimin e vet e ka pas veç direkt në gjak, nuk e prish agjërimin. Futja e gastroskopit, gypit për incizim të lukthit. Edhe ky në esencë nuk e prish agjërimin. Mirë po, ky e ka një problem. Se për futjen e tina, zakonisht po i vendosin disa yndyra. Që më rrëshqita e mos me dëmtu lukthin, e depërtimi që të në yndyrave në lukth, ndikon me prish agjërimin. Kështu që nëse vërtetohet se s'ka kurfar yndyre, është fut pa kur gjo heq, atëherë nuk e prish. Nëse kanë vendosë diçka nga ato, e prish agjërimin edhe i tili do të me kompenzu. Normal, këto jemi të përmenë në raste që, për shembull të dializa që e përmenëm edhe të disa. Në esencë ai që është shumë i dopt, ai se ka obligim agjërimin hiç. Po çka nëse dikush ka nevojë me bë dializën, po e ndin veten të fortë. Tash çdo është mesela, përndryshe ai që është aq i dopt, që është për dializë, për kështu ai në esencë, atij i thojmë që ti haje lirisht, po kompenzon mas Ramazanit. Po çka nëse ndin veten të fortë, i thojmë që inshallah nuk e prish nëse ke bërë çndrimin që e përmendëm më herët. Edhe të kjo, nëse ka mundësi, edhe e ka fut këtë gastroskopin pa yndyna, pa ndërhyrje tjera, inshallah nuk e prish edhe nuk është problem çështja e tij. Përdorimi i pompës për hund. Edhe kjo nuk e prish agjërimin, përderisa nuk ka lëshu ndonjë një lëng ose diçka që rrjedh të poshtë, inshallah nuk e prish agjërimin. Edhe këto marrja e oksigjenit në mënyrë artificiale nuk e prishin agjërimin, për shkak se nuk ka lëshu lëng ose diçka që ka depërtuar në lukthin e njeriut. Përdorimi i anestezionit. Anestezioni lokal edhe i përgjithshëm. Edhe tek anestezioni hoxha e ndan në 2 grupe, ndërsa Sheikh Khalid El Meshejha e ndan në 3 grupe dhe thotë se të trijat nuk e prishin agjërimin. Për shkak se nuk ndikojnë kur gjanë direkt në futin depërtimin tënë diçka në lukt. Mirë po, të çështja e anestezionit është një problem. Ta humbë mendjen. Edhe na e kemi përmend që për kushteve të agjërimit e kemi përmend fillim, më thonë i mençur pse që keshtaj. Çka nëse dikush ka marrë anestezian për shembull
në ora 2 të natës, edhe i ka dalë shtëpia në ora 10 ditës. Çka do të më bëj tash ai? A konsiderohet se ka agjeru apo jo? Problemi është ai ka fillu ditën tjetër me agjeru pa pas njët heq. Se u kon pa vedije. Edhe i tilli do të më kompenzu edhe nuk konsiderohet se ka agjeru. Nëse është pi gjatë ditës, për shembull, e ka fillu agjerimin me vedije, mirë po ka marrë anestezian. Atëherë kanë thonë dietarë shikohet sa ka qëndru me vedije. Nëse ka qëndru ma shumë se sa gjysën e ditës, atëherë pa vedije, atëherë do të më bëj kaza çdo ditë. Nëse është ka marrë anestezian, është pi, i ka hub vedija veç 2 orë ose 3, inshallah nuk është problem. Domthonë këtë kjo kthehet te niyeti. Nëse për shkak se me humbjen e vedijes ai s'ka pas mundësi me bën niyet, konsiderohet sikur person i cili nuk është i shëndosh psikikisht. Futja pika në sy, hoxha përmend edhe mendimin e dytë që u çudita, që kish pas prej fukahave të mëshëm që kanë thonë se përmes lëndëve ka mundësi më ndiku me rrjedhë edhe në lëkth, mirë po shkenca moderne për thejke që jo. Khalid el-Meshej ka thotë që futja e pikave në sy nuk e prish agjerimin edhe nuk është problem. E njëjtë edhe në vesh, përveç se në vesh e përmend edhe një të vesht. Se ka mundësi dikush që pjesën e brendshme të veshit nëse ka shpume ose diçka, kesh mundësi me i depërtu në lëkth. Atëherë prish. Për ndryshe nëse vendosen në vesh normal, s'ka ndaj defekt tjetër që kanë mundësi me depërtu pikat, nuk e prish inshallah. Edhe futja e pikave në hund. Kjo është mesele që ka të bëj direkt me, për shembull nëse e fut ujin në hund, ka mundësi shumë lehtë me depërtu poshtë. Kështu që atëherë rrezikohet agjerimi. Ju e dini hadithin që ka thënë pejgamberi selam: "Wa baligh fil istinshaqi illa an takuna sa'iman." Edhe fute, i ka thënë atij sahabit pejgamberi selam, ujin shumë në hund, baligh shumë me fut, përveç atëherë kur i agjeru shumë. Që do të thonë se nëse i agjeru shumë, kujdes mos e fut ujin shumë në hund se ka mundësi me depërtu poshtë. Kështu që edhe pikat e hundës është rrezik me depërtu poshtë, kështu që e prishin. Përderisa ato vendosen, edhe ti kthehesh në shtëpinë, është gjasa shumë e madhe të me depërtu poshtë, kështu që e prishin. Për ndryshe, nëse ka ndonjë argument ose janë vendosur veç pak ose del dikush që thotë se s'kan depërtu, e kanë kryer atë efektin e tyre veç duke qenë këtu brenda afër krejt, nuk e prishin inshallah. Për ndryshe, në esencë ato depërtojnë edhe e prishin. Çito janë në përgjithësi meselet e agjerimit, edhe ato bashkohore që kanë mundësi me u pyet hoxhallar për to, e që besoj nëse nalem edhe e shohim atë qëllimin, kemi mundësi ka njëherë edhe na më japim ndonjë përgjigje të caktuar. Ajo që ka mujmë na me nxerrat i thonë themeratul khilafa, dobinë e këtë diskutimit kësaj na është se do të më vërtetu a është fut brenda organizmit apo jo. Përderisa nuk është fut brenda organizmit, inshallah nuk është problem. Për ndryshe, nëse është fut, atëherë është problem. Allah është shpërblet për dëgjimin, na bëni halal. Me kaq që përfundojmë kapitullin e agjerimit, e për zeqatin, a fillojmë javën e ardhshme apo e lojmë mas Ramazanit, tash ju njoftojmë, ka mundësi që e lojmë mas Ramazanit, inshallah. Në javën e ardhshme mirëmi me Kur'an, çdo djallë që na kanë me etikime o ditë shtune, ose e bojmë pushim ose ju lajmërojmë inshallah çka bojmë. Allah është shpërblet për dëgjimin, na bëni halal nëse kemi gjatë. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.